Na ishte njëherë një vend krejtësisht i orientuar në Ballkanin Perëndimor që sundohej ose ende sundohet nga një djalë 55 vjeçar i quajtur Pink Nokio. Ndryshe nga Pinokio, Pink Nokio nuk ishte një kukull prej druri. Ai kishte zemër, mushkëri, veshka, pandesit, prostat dhe organe të tjera të nevojshme. Edhe pse kishte zemër, Pink Nokio ishte një gënjeshtar i pakrahasueshëm, më i madh se Pinokio. Megjithatë, ai u përpoq me të gjitha forcat ta portretizonte veten si një Pinokio i vërtet, si një djalë premtues, një djalë që është gati të ndryshojë. Pse të mos themi, Pinokio ishte mrekullisht i talentuar, ndoshta po aq i talentuar sa Mozarti, Tolstoi, Kurosawa ose Stevo Karapanxha, por jo i talentuar në muzikë, letërsi, film apo gatim. Ai ishte i talentuar për të keqen. Për ta kuptuar më mirë Pink Nokion, është e nevojshme të dimë se pak njerëz me fat vinë në këtë botë të pajisur me këtë apo atë talent. Kompozitorët e mëdhenj marrin nga Zoti talentin për melodi dhe armoni, shkrimtarët zgjuarsinë dhe prerjen për të luajtur me fjalët, shkencëtarët kthjellësinë dhe largpamësinë, ndërsa aktorët e pornografisë zakonisht marrin një rost të madhe. Kur shpërndante talentet, Zoti i dha Pink Nokios të pafat një talent për të keqen. Së bashku me talentin për të keqen, në paket, zakonisht ka vëllazëri me njerëz të ftohtë dhe horra, një vëllazëri me pronarin e Pink TV, një vëllazëri me Alexander Woodin, le ta quajmë këtë lloj vëllazërie vëllazëri talentesh. Për ta kuptuar edhe më mirë Pink Nokion, është e nevojshme të dihet se ai, si shumica e njerëzve të talentuar, duhet ta tregojë talentin e tij në mënyrë që talenti i pashprehur të mos e shkatërrojë. Fatkeqësisht apo për fat të mirë për popullin e tij, Pink Nokio është aq i talentuar, shumë më i talentuar se aktorët më të talentuar të pornografisë, saqë deri më sot nuk ka treguar asnjë dëshirë për të ndaluar së qiri popullin e tij. Dyshoj shumë se do ta tregoj ndonjëherë. Djali i pafat 55 vjeçar me emrin Pink Nokio, ndryshe nga Pinokio prej druri, nuk tregon as dëshirën më të vogël për të luftuar demonët e tij, për të ndaluar së gënjyeri, për të rritur dhe për të marrë një lloj përgjegjësie. Kundrazi, ai gënjen sa më shpejt jetë mundur dhe mbjell të keqen pa ju dridhur syri. E bën vazhdimisht dhe me gëzim. Në vetdijen e tij të shtrembëruar, kush e di se ku, ndonjëherë fluturon një copë arsye. Ai pastaj gathët si një 5 vjeçar kërkon falje, dhe pastaj para se të kalojë 24 orë, si narkomani më i keq, ai kthehet të gënjej dhe të mbjell të keqen. Jeni të sigurt se edhe ndërsa e lexoni këtë, ai posajon të keqe të re. Ne e dimë se është në natyrën e njerëzve të admirojnë aromën e një prapanice të fuqishme. Është e vështirë të rezistosh asaj ere, madje edhe më e fortë se një gotë verë, kështu që Pink Nokio me ndihmën e aromës së prapanicës së tij të fuqishme, mblodhi rreth vetes edhe llumin edhe ajkën. Megjithëse shpesh nuk mund ta shohësh ndryshimin midis llumit dhe ajkës. Midis atyre që nuk mund të rezistonin aromës së prapanicës së fuqishme të Pink Nokit, ishte një far Porniferius, udhëheqës si një sekti fetar vendas, i fshehur pas një mjekre të gjatë të zezë, një palltoje të gjatë të zezë dhe një butësie simpatike. Porniferius pranoi të mos ishte gjë tjetër veç se një bezdje thjesht e majt në pornografinë patriotike të Pink Nokit, dhe me sa duket do të mbahet mend si i tillë. Siç qëndrojnë gjërat, nuk mund ta përjashtojmë mundësinë që Porniferia, e rrëmbyer nga një tërbim patriotik pornografik, së shpejti do ta shkurtoj fustanin e saj të gjatë të zi në një mini korrespondente, dhe se do të bëhet një mbështetëse e lirë e mafjes e cila me një llampë në dorë endet duke njoftuar ngjarje të rëndësishme mafioze, siç janë fyerja e nënave që kanë humbur fëmijë, shkatrimi i trashëgimisë kulturore, ngritja e trashëgimisë jo kulturore, rrajet dhe arrestimet e bashkëdhetarëve. Si në çdo porrall, edhe në porrallën Pink Nokio, kishte në mënyrë të pashmangshme një kthes të caktuar për të mos thënë aspektin tonal. Njerëzit e fjetur të Pink Nokios filluan të zgjoheshin nga gjumi i tyre i dimrit. Populli tani dëshiron ta rrëzojë Pink Nokin, që është sigurisht e mirë për popullin, por mbetet e panjohur nëse populli e pyet veten pse një gënjeshtar patologjik dhe mbjellës së keqes u bë udhëheqësi i tyre, si dhe pse kalojnë dekada dhe shekuj në udhëheqjen e këtij apo atij gënjeshtari patologjik dhe mbjellës të së keqes në porrallat e errta patriotiko-pornografike. A ka përgjegjësi kombëtare në këtë apo janë faktorë të huaj, shërbime të huaja, shoqëri sekrete dhe darka sekrete përgjegjëse për gjithçka, siç di populli të pretendojë në ankesat e tij në pub? A do të lejoj populli pasi të rrezoj Pink Nokion, një grup tifozësh të Pink Nokios, të ndërrojnë anë brenda natës, duke pretenduar se gjithmonë kanë qenë kundër Zotit të Ligë?